Njeriu që nuk pyet është I dënuar të skllavërohet. Çdo njeri duhet t'ja bëjë vetes pyetjet, përse ka ardhur në këtë botë dhe cila është urtësia e qëndrimit tim të përkohshëm në këtë botë. Të dashur vëllezër, një jetë që nuk është vënë në pyetje dhe nuk I është dhënë përgjigje nuk është reale. Nëse ja dorëzoj vullnetit ton sistemi të kohës si një gjethe në erë, nuk mund të jemi asgjë tjetër përveç se një objekt konsumi brenda imponimit ekonomik ekzistues dhe një botkuptimi materialist. Pra do të ulemi vetëm në nivelin e një objekti. E nëse ja mbyllim gojen mendjes, zemrës dhe ndërgjegjes, të cilat e bëjnë njeriu më superior ndaj krijesave të tjera, atëherë nuk do të konsiderohemi më të gjallë. Si do të jetë në fakt po ta pyesim një herë vetveten, a kemi ardhur në këtë botë për mi pagu këstet e sendeve që I blejmë me kredi? Apo kemi ardhur që dashurinë të cilën nuk e tregojmë për njeriun, ta tregojmë për ndërtesat prej guri dhe makinat prej metali? A mos kemi ardhur në këtë botë për ta konsumuar jetën duke rendur pas gjërave të kota të padobishme? Të nderuar të pranishëm, njeriu duhet të pyesë, ai duhet ta di përse ka ardhur në këtë botë. Ta marrim shembull se I shijuam të gjitha kënaqësitë e botës. Çdo ditë e jona kaloi në lumturi pa shqetësime e pa hidhrime. Por deri kur do të vazhdoj kështu? Çfarë tjetër ka bërë kjo botë përveç se ka bluar atë që kemi korrur në këtë jetë? Çfarë tjetër ka bërë kjo tokë që e shkelim për ditë përveç se na ka marrë të dashurit një nga një? A nuk është vendi ku do të shkojmë edhe ne? Le ta ngrejmë pa kokën prej programave të garave, prej programave të ndeshjeve të futbollit ku jemi zhitur dhe të shohim trenin e jetës që është duke shkuar. Shumica prej nesh në bazë të besimit e din shumë mirë se jeta e kësaj bote është vetëm lojë dhe argëtim. Po ashtu në bazë të besimit e dim se edhe ne nuk jemi krijuar vetëm për këtë botë, e megjithatë ne investojmë çdo gjë në jetën e kësaj bote. Sikur vdekja të mos ekzistonte kurrë dhe sikur do të jetojmë për jetën në këtë botë. Shejtani I mallkuar dikujt prej nesh I afrohet nga e majta dhe ai haramet I bën halal në mënyrë të hapur. E dikujt tjetër I afrohet nga e gjata duke ja përlyer veprat e tij të pastra me mendjemadhësi.